Sa po erdha në aeroport të Athinës, po kthehej me Izraeli, mas 2 ditëve të vizite shumë suksesshme. Edhe sa hapa tash këtë pallavan ton, a kupton? Ju lutem më ndiqni veç 2 minuta, kini nerva se mas është i ciklista gjatë, do t'ju lexoj aleatët e partisë time. Orë zotri, të partisë time, janë 26 parti. E nuk e shoh vetën unë kërkun. Ju lutem ndiqni një sekond. Partia Demokratike e Shqipërisë, me fjalë partia ime e kryzuar nga ndërmjetënia e tij. 1. Partia e Lirisë, e përfaqësuar nga Likja. Partia Republikane, me Fatmir Mediun. Partia Demokristiane, me të madhin Nard Noka, të morshat ligat Nard. Më i miri boti o zoti, është partia ime Demokristiane. Partia Bashkimi për Drejtat e Njeriut, përfaqësuar nga kryetari Vangjel Dyle. Vangjel, të shkon mas Nardit, se aty jeni, nuk jeni larg, edhe për elektorat, edhe për fe, për të gjitha. Jemi të krishterë të 2 palët. Partia Agrare Ambientaliste nga miku im Gonduka. Përgonin duhet me ne serios, se vazhdon mon këtë tallava, unë se mor vesh një djali mrekullueshëm për smari. Partia Ndërkombëtare Konservatore Albania, përfaqësuar nga kryetari Kujtim Gjozi. Është kryevepër miq. Kujtim Gjozi. O Kujtim, o ta hongsha zemrën, e mamen sa kena pas shite bar saati kur u deshim, çfarë lloj kadunarësh na viqën edhe për qark, je i madh. Ajo është partia që takon Kujtim. Edhe vej pak rregull aty, merru i çik me kryetarin se vetëm vërteta pol nga goja. O Kujtim, o ta hongsha zemrën. Partia e Emigracionit Shqiptar. Po mirë, ne duam ta mbyllim me atë emigracion. Duam ta mbyllim apo? Po çfarë do partia e emigracionit me ne? O doktor. Lene mërë këtë parti jashtë në duam kthehen shqiptarë, që shkjo parti? Kristaq Papa. Partia Aleanca Arbënore. Doktor, që shkjo më vëlla? Gjetë ndoj. Po nuk duam më luftë, doktor, o ta hongsha zemrën. Partia Aleanca Europiane Ekologjike. Një aty e kemi hallit, ekologjia e kemi hallit, se gjithë tjerat i kena morë. Po Sazani o burri mirë. A burri mirë dhe kur e shoh me kanatjere për zotin që është aq ekologjik, nuk ka burr si ai. Partia Lëvizja e Legalitetit nga Shpëtim Anxhani. Këtë nuk e njoh legalitetit. Legalitetit do të thotë që rim qef. Se çfarë do me doktorin që del haptas nuk e di. Partia Lëvizja Demokristiane Shqiptare. O Nard, qa ky që na ka hyrë më vëlla? M'hill Gecaj. Pse na ka hyrë ky Nard? Partia Frymëre Demokratike e përfaqësuar nga Sali Shehu, Sal Negomik. E kom pas një mu dikur, s'dja do të animoj më për zotin se mu më kalon në rrugëve. Partia Balli Kombëtar Shqiptar, përfaqësuar nga kryetari Adriatik Alimari. Balli Kombëtar për zotin, më të mirë se komunistat kanë qenë, po se çfarë duan bashkë me kamanistat, Adriatik Alimari unë s'të mor vesh. Partia Balli Kombëtar Demokrat. Pas ka dhe i ball kombëtar tjetër, përfaqësuar nga Artur Roshi, Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve. Para vdekjes kjo doktor apo pas vdekjes? Po kjo partia që ti duhet përfaqësosh. Bashkimi për pensionistët. Këtë merrem dorë. Më na sakatoni që kemi akoma dhe 20 vjet punë për të punu. Kush është tjetër më vëlla? Partia Aleanca e Maqedonësve. Janë mirë ta shulat për zotin. Po çdoni më shula ju me doktorin më bu. O shula, po çdoni më rane. Do na merrnim qafi ore. Partia për Drejtësi, Integrim, Unitet. Po shpëtim. Po si të kalon të fundit mërkur. Po ne të kena pas parin mërzëtri. A e ma me profesori, me qorit, me fatosin. Po të linim kryt tavolinës mërë. Po si mërë këta demokratët ty të kalon fund tavolinës. Po si e harove ti buk në vjetër. Ore zotni. Miqtë e mi, ju gjithë partit Aleancës. Në rast se nuk i thoni doktorit të mbëj dhe mua të vend që i takon, mani men, do t'ju bëj cop.